Ne I kthehemi edhe njëherë temës kryesore në Republikën e Kosovës, jo vetëm gjatë kësaj jave dhe për këto zgjedhje, por për gjatë gjithë vitit 2025, meqense janë zgjedhjet e 4-ta që zhvillohen brenda këtij viti, por me siguri që janë të fundit për këtë vet. Por me patjetër do ta përmendim Amerikën edhe në panelin e ardhshëm apo jo. Gjithsesi sepse ka, sikurse kemi përmendur edhe dje, ka shumë elemente, është voluminoze kapitulli për Ballkanin Perëndimor dhe Kosovën në ligjin e ri, çka pak a shumë edhe do ta trasoj rrugën për qeverinë e ardhshme të Republikës së Kosovës, sepse flet për temat kyçe, por nuk do të flasim me politikan, por me ata që analizojnë politikanët, premtimet e tyre dhe gjithë fushatën të cilës po I vije fundi, meqense kemi edhe procesin e fundit zgjedhor sot një javë më 28 dhjetor. Blerim Canaj, diplomat dhe opinionist, na është bashkuar në studio. Faleminderit shumë zoti Canaj dhe profesorin Abet Hoxha e kemi në lidhje të drejt për drejt. E kemi virtualisht mysafirin të cilin kemi shumë kënaqësi ta kemi në magazinën informative të së dielës sot. Po I nis me juve, zoti Canaj. E dëgjuam pak a shumë sot edhe planin që ka Lidhja Demokratike e Kosovës për politikën e jashtme, a mund të bëjmë një krahasim mes gjitha subjekteve politike, përveç këtij lajmet për heqjen e masave nga Bashkimi Evropian? Kush e ka planin më të mirë për të riafirmuar raportet me partnerët evropian dhe amerikan? Tash të ju them drejtën, nga ajo që kemi parë gjatë këtyre 4-5 viteve, kushdo që ta ketë një plan do të jetë më I mirë se sa sikur deri tani pa plan. Këtë po e them, ju e përmendet heqjen e masave. Tash vetë fakti që ne shohim aktorë politik të cilët lavdrohen pse janë hequr masat. Vetëm sa për ta humbur vëmendjen nga ajo edhe nga pyetja se pse ne duhet kemi pas masa. Pastaj edhe ky është rasti për shkak se kryeministri në detyrë nuk e ka përmendur as pak faktin kryesor pse vendos ato masa dhe pse vendoset që të hiqen ato. Dhe tani po I shohim disa lavdrata se si janë hequr masat, duke harruar faktin që për shkak të këtyre masave Kosova I ka humbur 2 vite. Këto 2 vite të humbura edhe si rrjedhoj e këtyre masave thjesht flet për një politikë të kollabuar të jashtme të Republikës së Kosovës. Andaj edhe unë po nisem nga ajo që çdo kush që e bie një plan, po një plan veç le të jetë për politikën e jashtme, faktikisht është I mirë. Në anën tjetër po e cilësoj si të tillë për shkak se tani më jemi në një fazë ku e kam përshtypjen që kudo që të preket në politikën e jashtme mund të rregullohet diçka, pavarësisht se çka është. Pse po e them këtë? Gjithmonë të I pas parasysh edhe komunikimin me ish kolegë, temi edhe të Kosovës, po edhe me të cilët kemi punuar përpara. Faktikisht ne jemi në një blokadë totale. Jo vetëm këtë blokadën që po e shohim, por edhe të komunikimit, madje edhe në mes të diplomatëve. Për shkak se gjatë një periudhe që e kalon në diplomasi, secili diplomat ka mundësinë ta ndërtojë një rrjet. Mirë po tani, si duket, është ndërprerë, pothuaj gjithçka. Dhe mendoj që duhet vite që të rirregullohet kjo. Në anën tjetër, po që se nuk është një diplomasi aktive, atëherë natyrisht që është vështirë të inicohen edhe shumë çështje të politikës jashtme, për shkak se gjithmonë diplomatët e tjerë, gjithmonë duke u bazuar në instruksione të cilat I marrin nga vendet e tyre, dinë edhe që të bllokojnë informatat. Por gjithmonë duhet ketë edhe dikush që duhet që të komunikojë me ta. Kur e kam parasysh këtë, atëherë them që ka punë dhe çdo punë që bëhet thjesht mund sjell diçka të mirë. E tash kur flasim për programet, ju them të drejtën krahas programeve, unë jam I prirur të shoh edhe kapacitetet humane të cilat I ka një parti apo një tjetër parti për të zbatuar një program. E keni fjalën për listat zgjedhore, do thotë njerëzit që përbëjnë ato lista, kryesisht. Po, por njëkohësisht gjithmonë e kemi parasysh që brenda atyre listave, në qoftë se vije deri te ajo që një parti të udhëheq me qeverinë, atëherë mund ta kemi parasysh edhe se
parafërsisht kush mund të jetë ministri i jashtëm, kush mund të jetë ministri i financave, kush mund të jetë ministri i arsimit, dhe gjithmonë i shikojmë se cili profil mund të jetë dhe i krahasojmë me profilet eventuale të partive tjera. Edhe tash t'ju them drejtën, PDK-ja, LDK-ja, Besava AK-ja, deri diko, po jo deri diko, po madje ka një kuadër që tash s'po du me e përmend se mund të keq kuptohet, duket sikur kur kemi të bëjmë me politikën e jashtme, i kanë kuadrët goxha më të avancuara, edhe duke e pasur parasysh përvojën e tyre, jo vetëm në politikën e jashtme, por edhe brenda. A nuk janë të mjaftueshme 5 vjetë për një subjekt politik që të krijoj përvojë, që të ditë paktën se çka të premtoj tek populli? Shishani, më varet shumë nga qëllimi i subjektit politik. Cili ka qenë qëllimi i subjektit politik gjatë atyre 5 vjetëve? Në qoftë se një subjekt politik ka dashur që apo e ka përdorur një strategji që të i ofroj kuadrot më të mira, atëherë natyrisht që 5 vjetë nuk janë pak, por janë edhe shumë. Por në qoftë se gjatë 5 vjetëve një subjekt politik i ka shkatëruar kuadrot kvalitative apo i ka larguar tërësisht, për të sjellur kuadro, tash nuk du të degradoj, por si është e mundur që ne e kemi pasur një ministre të jashtme, e cila në grupin e këshilltarëve të saj, në start, në fillim, ka sjell disa njerëz ka 20 vjeç, 21 vjeç. Nuk kam asgjë kundër tyre, absolutisht, madje është shumë e mirë kur kemi 3 kështu të Nëse ka sjell persona pa përvojë. Absolutisht pa përvojë. Në anën tjetër, sidomos pas fuzionimit të Ministrisë së Punëve të Jashtme me Ministrinë e Diasporës, i tërë stafi i Ministrisë të Jashtme ka qenë dhe është totalisht i marginalizuar, dhe si është e mundur që te dërgon në të udhëheq misione një person i cili kur s'ka pas shans bëj diçka me politikën e jashtme, dhe po e përfundoj tash. Kam pasur përshtypje në fillim që qeveria aktuale diasporën e ka kuptuar si politikë të jashtme. Bashkëpunimi me diasporën edhe aty ka përfunduar gjithçka. Po. Dhe pjesë e diasporës është edhe Abit Hoxha. Zotri Hoxha, faleminderit. Kam një pyetje për çështjet e shoqërore dhe ato politike, se qysh votuesi ose votuesit potenciale i marrin porosit nga kandidatët për kryeministër. Kemi premtime kapitale, ndërse po e përmbyllim një vit me një krizë të jashtëzakonshme politike dhe ekonomike po ashtu, kemi premtime kapitale sidomos në fushën e ekonomisë, dhe po e shohim që interesimi i njerëzve është rritur shumë sidomos për këto premtime. Pse ndodh kjo kur jemi në Ballkan dhe ku dihet që politikat populiste shpesh bien më shumë në vesh të votuesve ose votuesve potenciale se sa të ato politika tjera? Po, përshëndetje. Ideja është se shumë shpesh në Ballkan, përgjithsisht jo vetëm në Kosovë, politikajt nuk e di nëse e keni vërejt, kanë një gjuhë edhe që thojnë po ka qenë fushat, thuj se arsyetohet gënjeshtra në fushat. Edhe këtu du të them se premtimet, posaçërisht premtimet ose planet që bëhen në fushat, që kanë të bëjnë me ekonominë, financat edhe me punësimin, me planifikimin strategjik në fushën e ekonomisë, janë pothuajse tërësisht të pa realizueshme. Ne kemi në Kosovë 25 vite që shohim kështu premtime 250.000, 500.000, rritje 50%, të cilat në secilin ekonomi botërore janë të pa imagjinueshme si ide, si premtime dhe si realizime. Kështu që nuk më çudit që politikajt në Kosovë premtojnë çështje të tilla, por na do të kthehemi ashtu në historikun e Kosovës dhe të shohim se kur kanë qenë rritjet më të mundshme ose më realiste, kur kanë qenë
këto amplitudat, them ashtu, ekonomike të shoqërisë kosovare, edhe të vlerësojmë. Mendoj se audienca në Kosovë nuk është shumë e aftë të kalkuloj këto premtimet politikajve, prandaj edhe ka një fushë të premtimeve tilla. Zoti Hoxha, me qenë se jemi tek gjuha që përdorin politikanët gjatë fushatës, jo vetëm për premtimet dhe pastaj të arsyetuan se ka qenë kohë fushate, a mund të ndalemi pak edhe të faktit që subjektet politike nuk po ndalen, apo si duket nuk kanë marrë mësim nga kritikat e shumta edhe të juajat personalisht, dhe sërish kanë filluar në fakt përdorin një gjuhë jo të mirë dhe jo të përshtatshme karshi subjekteve tjera, siç ishte rasti i djeshëm i zotit Konjufca që thotë se kemi me i bë tokë të zezë partitë e tjera, ndërkaq sot patëm një kundërpërgjigje një farsoj nga kandidati i PDK-s për kryeministër se është lodhur nga kjo gjuhë e urrejtjes dhe dëshiron që të bashkohen të gjithë, pra jo të ketë përçarje. Si ishe këto gjuhën që po përdoret edhe në fushatën aktuale në cilën jemi? Po realisht është një fatkeqësi publike ashtu në Kosovë. Gjuha e tillë nuk i ndihmon askujt, edhe reflekton pastaj një çarje, të them ashtu, mes grupacioneve të ndryshme të votuesve. Është fatkeqësi kur gjuha e fushatës fokusohet në sharje dhe në hyrje, po jo në projekte të veçanta ose në mirëmbajtjen e planifikimit ose të manifestos të partive politike. Në gjitha vendet normale, partitë politike punojnë 4-5 vjet që të krijojnë një manifesto që ta bindin elektoratin për vota, ndërsa në disa zgjedhjet e fundit, posaçërisht në disa 4-5 zgjedhjet e fundit, në Kosovë kemi pa një tejkalim të gjuhës ashtu inflamatore ose fyse, e cila ka prodhu, themi, këto krizat, sidomos krizën e fundit politike në Kosovë. Kjo kriza e fundit për politikën në Kosovë është kryekfut krizë e bazuar në këtë përdorimin e kësaj gjuhe. Edhe kjo gjuhë ka rezultuar pastaj në ndamjen, them ashtu, me fik të publikut në Kosovë së pari, po dhe partive politike. Pastaj është shumë e vështirë të bashkëpunohet me dikant që të quhen kriminal, bandit ose tjera, se këto janë vokabulari është ky, fjalori është ky i partive politike. Prandaj e kemi edhe krizën politike. Kriza politike është kryekfut manifestim i gjuhës inflamatore. A mendoni edhe ju, sikurse Volgan Petrish që e kishim para një jave, që thoshte se sidomos partia në qeverisje që është momentalisht në detyrë, nuk e njeh konceptin e kompromisit dhe duhet të mësojnë shumë nga evropianët, edhe nga shtetet skandinave, por sidomos nga këto, nga Austria, nga na foli zotri Petrić. Po, unë ndaj këtë mendim, po unë mendoj se posaçërisht partia e cila ka pas pushtetin deri më tani në 4-5 vitet e fundit, duhet ulet edhe të reflektoj për veprimet e saj dhe për gjuhën e saj. Si duket, me një intervistë fundit në mediat në Kosovë, kjo parti ka fillu atë vetë reflektimin edhe me pa që në Kosovë, jo vetëm se nuk mundet dikush ta mbajë pushtetin i vetëm, po nuk duhet ta mbajë, nuk duhet synoj ta mbajë pushtetin i vetëm, për shkak natyrës, për shkak sistemit politik, për shkak natyrës politikës në Kosovë, për shkak të kompozimit popullatës Kosovës, e cila është shumicë shqiptare, pastaj kemi minoritetet, të cilat janë në një formë ose tjetër në lupë të bashkësisë ndërkombëtare të sponsorizuesve të shtetësisë Kosovës, por edhe atyre të cilët na përkrahin, them ashtu, pa rezerva edhe në tregun e brendshëm politik, po edhe në tregun e ndërkombëtar politik. Domethënë, Kosova është një shtet qytetar i cili nuk duhet me u synu me u udhëheq prej një partie politike. Këtu është ideja. Babalorët e sistemit kushtetueshmërisë të Kosovës, kur e kanë dizajnu sistemin e kushtetueshmërisë në Kosovë, nuk e kanë menduar që dikush duhet një parti politike me qeverisë Kosovën, për shkak se do të ishte problem politik edhe i brendshëm edhe i jashtëm. Prandaj e them, kjo është çështja. Le të flasim pak edhe për fokusin që kanë subjektet politike në zgjedhjet aktuale. Për shembull,
më përmirëson nëse po ngatruan, po ka qenë Lumira Abdiqiku që thoshte se Kosovës i nevojitet një SPAK në zgjedhjet parlamentare të nëntëshkurtit, ndërka që më herët dëgjuam se LDK-ja ka vendosur t'i lë duart jashtë dhe tash nuk po e premton krijimin e një prokurorie të tillë posaçme si ajo në Shqipëri. Por ajo që po dihet tashmë me siguri, për shembull zoti Cane, gjitha partitë politike kanë fokusin tek pagat. Rritja e pagave, dikush më pak, dikush më shumë. A fitohet ende në Kosovë duke premtuar rritje pagash? Jo, tregon se në çfarë gjendje sociale është shoqëria jonë dhe me çka pastaj tenton politika që ta mashtroj, po them në thonjza. Gjithmonë me çka i ofron të uriturit? Ushqimin. Edhe do të thotë që këta po e vrejnë dhe po e dinë edhe vetë që gjendja sociale në Kosovë është jashtëzakonisht e keqe, ma mirë besa të them. Shkak se shpeshherë disa gjëra vrehen tek më vonë. Në anën tjetër, disi e kam përshtypjen që po i kundërpërgjigjen edhe zotit Kurti, për shkak se po e shohim ai duke pasur buxhetin e shtetit në dorë, din të shpërndaj. Dhe partitë tjera pastaj po mundohen që t'i japin një siguri qytetarit, që ne do t'a bëjmë që ju t'a keni për gjithmonë, ato e ju vetëm kur janë përgjigje e dur kjo. Zgjedhjet. Apo krijimi i politikave tjera. T'ju them të drejtën, nuk mund të futesh në zgjedhje edhe të mos mendosh për gjendjen sociale të qytetarit tënd. Nuk mund të futesh në zgjedhje edhe të mos mendosh për ekonominë. Sikur që ne tash po e shohim që jemi në një situatë të rëndë kur flasim për politikën e jashtme dhe nuk mund të futesh në zgjedhje dhe të mos e trajtojsh atë temë. Ajo që po e vrejmë, për shembull, është edhe më erdhi mirë që u përmend zoti Selmana e përmendi edhe çështjen e dialogut. A keni vrejtë që gjithmonë po mundohet edhe më tutje të iket dialogut. Jam shumë i sigurt që në qoftë se vazhdon të jetë kjo botë që është, dialogu prap do të jetë prioriteti të gjitha prioriteteve për neve, për shkak se kemi të bëjmë me një çështje të sigurisë në Ballkan. Dhe të gjithë e dimë dhe kemi parë në atë farë ligjin e famshëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që ajo çështje madje është çështje e interesit amerikan, do të thotë direkt apo indirekt. Dhe ne domosdoshmërisht nëse dëshirojmë që të vazhdojmë një partneritet me ta, do duhet merremi me këtë temë. E me që është temë kaq etike, a ka mungesë guxime nga kandidatët për kryeministër ta përmendë? Absolutisht po, dhe t'ju them të drejtën, kjo është ajo që më frikson pastaj që pas zgjedhjeve, në qoftë se kemi një rezultat të njëjtë, parafërsisht të njëjtë sikur të nëntëshkurtit, fare lehtë mund ta shohim këto zgjedhje jo si zgjidhje, por si shans për të vazhduar edhe më tutje atë farë blokadën që i kemi pasur. Dhe zotri Hoxha, flasim pak për profilin e njerëzve të cilët po synojnë që të bëhen kryeministër sot një javë, do të thotë pas zgjedhjeve të 28 dhjetorit. Marr parasysh situatën gjeopolitike në botë, në rajon, pastaj edhe në Evropë, veç sa e lexuam lajmin nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës që thotë se Rusia nuk është në gjendje me pushtu Ukrainën, e jo më ta pushtoj Evropën. Cili është profili i një kryeministrit që i duhet një republike kaq të vogël siç është Kosova, e cila ka relativisht fort probleme, sidomos në raport me BE-n, e cila 5 shtetet e të cilave nuk e njohin Kosovën shtet të pavarur dhe sovran. Dhe sot e kishim shkurtazi presidentin e Slovakisë, Pellegrini, vesh një takim me komandantin e KFOR-it dhe shkoi atje momentalisht është në takim me Vučićin në Serbi. Mendoj se Kosovës i duhet një politikan i cili e sheh spari situatën e Kosovës vis-a-vis Evropës me një sy bashkëpunimi. Kur them me një sy bashkëpunimi, mendoj se e sheh që çështjet që BE i kërkon nga Kosova nuk janë për të përmbush një standard për BE-n, po janë çështje të cilat publiku i Kosovës i ka në interesin më të mirë të tij. Do të thonë, çështjet të cilat i kërkon BE-ja, si janë për shembull edhe dialogu, deri diku edhe asociacioni edhe çështje tjera, janë çështje të cilat rregullojnë jetën e kosovarëve.
Kur them kosovarëve, mendoj tërë popullatës Kosovës, nuk mendoj vetëm shqiptarëve të Kosovës. BE-ja nuk mund sponsorizoj diçka e cila do të jetë në farë forme në kundërshtim me vetë Konventin Evropiane për drejtat njerëzit ose dokumente tjera. Një kryeminist mirë i Kosovës kishte me pa relacionin e Kosovës me BE-n ashtu si është. Kosova e ka në themelin e vet Konventin Evropiane për drejtat njerëzit, Konventin Evropiane për drejtat minoriteteve, tjera dokumentet që vinë prej BE-s. Kjo është e para, ndërsa çështja e dytë është se Kosova ka një benefit shumë të madh prej BE-s, qoftë edhe si ndihmë, qoftë edhe si biznes, qoftë edhe si bashkëpunim. Prandaj aspirimi vetëm i Kosovës edhe politik, edhe ekonomik, po edhe identitar është BE-ja. Prandaj një kryeminist i mirë i Kosovës kishte me qenë shumë evropian. Çështja e dytë, një kryeminist i mirë i Kosovës kishte me qenë shumë realist në raportin e Kosovës me SBA-t. Unë nuk them se ka përdihet se cila ide e cila ipet prej SBA-ve ose prej BE-s, po të diskutohet me një ton shumë bashkëpunues që ka ndodhur më përpara, ka pas ide të cilat janë edhe kundërshtuar prej shqiptarëve, prej leadershipit të Kosovës, edhe për SBA-t edhe për BE-n. Një lider i cili sanksionet e BE-s i merr shumë seriozisht për çështje shumë serioze. Një lider i cili nuk kishte me insistu në instalimin e kryetarëve të komunave në veri me 10 vota, të them ashtu, të cilat ndoshta legalisht edhe një herë kam thënë shumë shpesh në media, legalisht mund të jetë e drejtë. Kosova mund të ketë drejt ta instalojë një kryetar komunë në veri atje, po nuk është interesi i Kosovës. Shpesh herë interesat e Kosovës nuk janë vetëm çka ke të drejt, po duhet të jetë një kalkulim pak më realist, i politikës realiste të them ashtu. Edhe mendoj se një kryeminist i Kosovës kishte me u fokusu në hjekjen e, të them simbolikisht kështu, hjekjen e atij qenit topall në QKUK, në oborin e QKUK-s, edhe të përmirësoj jetën e qytetarëve të Kosovës. Mendoj që unë flas me shumë njerëz, nuk është mostër reprezentative, po flas me shumë njerëz të cilët më pyesin si m'ja bë me dalë prej Kosovës. Flas me shumë njerëz të cilët thonë se është më vështirë të jetohet tash se para 5 vjetëve në Kosovë, e cila nuk është ndomosdoshmërisht vetëm faji i qeverisjes, është faji edhe i politikave globale, po mosveprimi i qeverisë Kosovës, atëherë vendos qytetarin e Kosovës në një pozitë shumë të vështirë. Mendoj që një kryeminist i Kosovës kishte me vendos për sundimin e të drejtës për gjithë qytetarët e Kosovës, pa marrë parasysh etninë e tyre, që të reflektoj si kryeministër qytetar i Kosovës. Jo si kryeministër vetëm për shqiptarët apo vetëm për serbët apo e tjera. Domthonë është një farë delikatese aty, një farë situatë delikate e cila kishte me qenë dikush i pranueshëm për BE-n dhe për SBA-t, e cila edhe një herë them, nuk është kusht. Na mund të vazhdojmë edhe 20 vjet me një kryeministër që nuk është i pranueshëm për BE-n, nuk është kooperativ me BE-n, po ku është qëllimi i Kosovës. Edhe një diçka lutem, lejo ta them se kjo ka shumë rëndësi vis-a-vis Serbisë. Në Kosovë, kryeministri i Kosovës për 55 vitet e fundit, gjithmonë ka qenë reaktiv të asaj se çfarë bën Serbia, gjatë që BE-ja asnjëherë nuk e ka pritur i kryeministrit të Kosovës këtë çështje. Është keq lexuar situata karshi BE-s për shkak se është thënë shumë shpesh publikut të Kosovës që BE-ja ka standarde dyfishta për Kosovën dhe Serbinë, e cila është prezantuar si diçka e keqe për Kosovën, por kjo nuk është e vërtetë. BE-ja ka standarde dyfishta për shkak se pret disa çështje prej Kosovës shumë më të larta, standarde shumë më të larta se sa prej Serbisë. Prej Serbisë nuk pritet integrim më i madh në BE ose në NATO, është një shtet që NATO e ka bombarduar para 26 vitesh. Serbia edhe ashtu si publik nuk don të integrohet në BE, ndërsa publiku i Kosovës edhe mos don të integrohet në BE. Edhe standardet duhet të jenë dyfishta. Natyrisht duhet të ketë pritje më të larta për Kosovën sesa për Serbinë. Dhe një kryeminist i mirë i Kosovës kishte me lexuar këto situata mjaft mirë, edhe t'i përkthej në avantazhe për vetveten.
Zotri Hoxha, faleminderit si gjithnjë për ekspertizën tuaj, faleminderit edhe juve, Zotri Came, për ekspertizën diplomatike. Kaq kishim për sonte, faleminderit gjithëve për vëmendjen, miru pafshim. Bashkë jemi javën tjetër, shëndet të gjithëve.